Pritshmëritë për sezonin veror janë që të jetë tepër pozitiv, jo vetëm për sa i përket numrit të turistëve, por edhe për tregun imobiliar. Ndryshime Minaj, ekspert imobiliar në Vlorë, tregon se për kompanitë e shitblerjeve të pronave, sezoni veror është periudha ku ata punojnë më tepër. Sipas me Minajt, shumë të huaj vinë në Vlorë për pushime, por përfundojnë duke bler prona, çka rrit më tepër kërkesat. Sezoni veror dihet që është në muajt më të mirë tanë të punës, domethënë janë muajt që ne presim më tepër klient, duke qenë se vinë për turizëm, por përfundojnë duke blerë një banesë. Sipas ekspertit imobiliar me Minaj, rritja e kërkesave të sezonit veror do të ndikojë edhe në rritjen e çmimeve. Eksperti parashikon një rritje të lehtë të çmimeve në sezonin veror. Sezoni veror mendoj se mund të ketë një rritje të lehtë të çmimeve. Mendoj se do sjell një 10% rritje deri flasim nga periudha 1 qershor ose 1 maj deri në fund shtatorit, mendoj do ketë rritje çmimi. Agjenti imobiliar Ndryshime Minaj konfirmon edhe faktin se në vazhdimsi në sezonin veror ka prenotime për blerje të pronave. Në prenotimet për blerje pronash dominojnë sipas tij italianët, gjermanët dhe polakët. Kemi goxha vizita të rezervuara për takim. Domethënë kërkesa për takim për muajt maj, qershor, domethënë kemi marrë tani dhe kërkesat. Kjo aktualisht shkon ta thashë çfarë që janë të gjitha, po thonë gjithë Europa, por që mund të specifikojmë më tepër që flasim kush janë më dominant, janë italianët, janë shtetasit polak edhe mund të thoya pak edhe gjermanët që kanë filluar po shohin pak më tepër. Në fund, me Minaj ka edhe një mesazh për blerësit e huaj dhe ata shqiptar, duke i sugjeruar këtyre të fundit të vinë dhe të investojnë në Vlorë, pasi është një qytet në zhvillim, një mundësi e mirë investimi për të ardhmen. Unë thoj se Vlora është ende një mundësi e mirë investimi, duke qenë se qyteti është ende në zhvillim, nuk janë përzaruar të gjitha projektet, dhe mendoj se dhe vlera e pronës do të rritet dhe dihet është mundësi e mirë investimi për ata që duan të blejnë dhe të rishesin, po dhe ta shkojnë si mundësi të mirë investimi për Airbnb, pasi perspektiva e qytetit është turizmi.